Osmani mblidhet me Belerit e Fisit dhe njërin prej djemve të tij, Orhanin, për të diskutuar jo vetëm mbrojtjen nga Claudiusi, por dhe sulmin kundër tij, për të gjithë padrejtësitë që ka bërë së fundmi me jetë njerëzish. Ndonë se fokusi i tyre është tek plani që po përgatisin me detaje, ato sërish qeverin mungesën e Alahadinit, edhe pse ai mungon me vullnetin e tij të plotë. Për shkak të asaj situate me Alahadinin që po largohet dhe Osmani nuk po e ndalon, një hidhërim i fortë i rrallë lind mes Ballës dhe Osmanit, ku asnjëri prej tyre nuk e kupton personin përballë. Me zemër në dorë, Balla shkon t'i kërkojë Alahadinit ta rimendojë vendimin e tij, të mos ngutet e të mos largohet nga gjeri familjar. Por me kot, asgjë nuk e ndryshon mendjen e Alahadinit, që drejtohet nga lëndimi që ka marrë nga vëllai dhe babai. Së fundmi, Balla kërkon falje nga ai që nuk e rregulloi dot situatën dhe largohet me lot në sy nga çadra, duke i lënë ato me valixhen në duar. Paralelisht, Holofira përpiqet të bindë Orhanin që ai të veprojë e të mos e lejojë Alahadinin të largohet, duke qenë se e ka lënduar aq shumë. Por Orhani jo vetëm që nuk pranon, por dhe i thekson asaj se po zemërohet ende më shumë nga Alahadini, i cili po largohet në një moment kaq kritik për shtetin që Osmani po mundohet të krijojë fuqimisht. Ashtu si Holofira, pranë Orhanit për të njëjtën temë të shkojë edhe Balla vet, nëna e tij. Ajo i kërkon të bëjë diçka për vëllain e tij, por kur shikon se sa shumë kundërshton Orhani, Balla nis ta pyet se çfarë verboje aty aq shumë, sa të rri duar kryq teksa vëllai largohet përfundimisht nga Fisi. Orhani nuk përgjigjet, ndërsa Balla kthehet në dhomën e saj, ku nuk e zë dot xhumi nga e çara me ngashërim. Alahadini nuk pret dot as mëngjesin, por niset për rrugë në mes të natës, së bashku me Gonxhën, gruan e tij, që e shoqëron në çdo hap. Teksa largohen, ato shikohen sy me sy me Osmanin dhe pretendojnë që ai t'u afrohet t'u flas, por Osmani futet në çadrën e tij duke mbajtur haptas i qëndrimin në atë situatë. Alahadini largohet në mes të natës dhe Balla këto e mëson vetëm në mëngjes, në mënyrë tronditëse dhe shokuese, të cilën ja përcjell Osmanit vetëm me një shikim të mbushur me shgënjim. Pa lajmëruar njëri, Balla merr kalin e saj dhe niset për rrugë, me pretendimin që të zërë Alahadinin dhe Gonxhën para se ato të largohen pa kthim.